protesta e PD-s apo jo? Nuk është kjo arsyeja në fakt pse kanë ftuar Adriatikun, ne mund të flasim shumë gjatë sot për protestën e PD-s, por nuk besoj se kam ndonjë lajm, është déjà vu. Ja, plasë me fabulën le të gjithsesi, plasë fabulën. Që ka mbyllur, më duket, që ka mbyllur protesta. S'ka asnjë lajm. Diku një portal thoshte që... Ka lajme për disa dëmtime të eksponentëve të partisë. Flamur Noka kishte një problem nga gazi, me lot në sy. Flamur Noka... Edhe personazhe të tjerë, ndërkohë, ja, duket Flamuri... Ulon Kalaja. Po... A Ulon Bej Kalaja? Bej. Edhe Luciano Boçi ka pas probleme? Luciano Bej Boçi. Edhe Klevis Balliu, më duket. Klevis Bej Balliu, i lezetshëm. E dëgjon, ç'është kjo histori më rrba? Dy janë pikat që ngjajnë, e di, po e mendoja sot. Dy janë asgjë nuk e lidh për shembull Izraelin me PD-n. Izraelin flas si strukturë dhe PD-n si strukturë. Asgjë nuk e lidh. Kanë vetëm një pikë përbashkët që ngjasojnë tmerrsi shumë. Kanë gjithë këto vite që askush nuk mbaron punën deri në fund. Më kupton çfarë dua të them? Për shembull, Izraeli shkon në Gaza, rrafshon, nuk e di, gjysmën e Gazës, tërçerekun dhe lëçerekun. Why? Pse? Edhe këta, gjithë energji harxojnë, nuk po ta them ty këtë, e kam me veten time. Gjithë energji po harxojnë, një herë në muaj dalin protesta, me respekt të madh po e them këtë gjë. I në finis pa në job, do thoshin francezët, nuk po mbarojnë punën, nuk e mbarojnë punën, e lënë në mes, ikin. Tani, kjo është çudi e madhe, nuk di se këtë pyes, si ka mundësi që nuk mbarohet puna, o nuk ka rëndësi, ma është punë e mirë apo e keqe, mund të jetë e keqe, mo. Dakord, mund të jetë e keqe, mund të jetë e dënueshme, po një punë kur niset, o mbarohet diku, ose nuk niset fare. Këta e nisin, pra edhe Izraeli dhe PD-ja e nisin punën, nuk ka rëndësi, mund të pëlqejmë, mund të mos pëlqejmë, mund të jemi kundër, mund të jemi pro. Kjo është histori tjetër, histori opinionesh. Tani po flasim thjesht për faktet, të ftohtë. Nuk e mbarojnë punën. Kështu që s'kemi shtemë. Kalojmë te fabula tjetër, le di.